Kiara ka ndarë me ndjekësit e saj një video shumë të veçantë, ku shfaqen dhuratat që vogëlushja Luna Mari ka marrë me rastin e ditëlindjes së saj të parë. Një ditë që për familjen Elli Tito do të mbetet përgjithmonë në kujtesë si një nga më të lumturat dhe më të mbushurat me dashuri. Në këtë video, që është realizuar në mënyrë spontane, por që transmeton shumë emocion, dallohet qartë se shtëpia është mbushur deri në çdo cep me kuti të mëdha, çanta shumë ngjyrshe, letra dekorative dhe fjongo të bukura, ku çdo dhuratë duket se mbart një dashuri të veçantë dhe të sinqertë nga ata që e kanë sjellë me zemër. Në përshkrimin që e shoqëron videon, Kiara shkruan: "Sa të bëhet gati video më e bukur që do pak kohë nga festa e Lunushit. Doja të bëja një falënderim për të gjitha urimet dhe për dhuratat që na e mbushën shtëpinë plot me gëzim, një mesazh i thjeshtë, por i mbushur me mirënjohje që vjen drejt për drejt nga zemra." Ajo shpreh falënderime të sinqerta për çdo njeri që ka kontribuar, qoftë me një dhuratë simbolike apo me një urim të ngrohtë, sepse për ta, çdo gjest është një kujtim i çmuar që do të ruhet me dashuri. Pamjet tregojnë se ndër dhuratat ka edhe surpriza të veçanta si një makinë loader, kukulla të ndryshme, fustane elegante dhe shumë artikuj që i përshtaten një princeshe të vogël si Luna, duke e kthyer festën e saj në një magji ngjyrash dhe emocioni. Komentet në rrjetet sociale kanë qenë të shumta dhe plot mbështetje, ku ndjekësit kanë treguar sa shumë e duan këtë familje dhe se sa të prekur janë ndier nga falënderimi publik që Kiara ka zgjedhur të bëjë. Ata kanë vlerësuar jo vetëm madhështinë e festës, por mbi të gjitha për ulësinë dhe mirësinë që çifti përcjell edhe në çastet më të thjeshta, duke e kthyer çdo detaj të jetës së tyre në një histori të bukur që prek zemrat e të gjithëve. Kjo video, ndonse e thjesht në pamje, është një dëshmi e lidhjes së fortë mes kësaj familjeje dhe publikut, e ndërtuar mbi sinqeritet, transparencë dhe dashuri të ndërsjellë. Festa e ditëlindjes së parë të Luna Marit nuk ka qenë thjesht një ditë me tullumbace dhe dekor pastel, por një festë ku çdo cep i shtëpisë, çdo dhuratë dhe çdo buzëqeshje ka mbajtur me vete një kujtim të çmuar që do të mbetet gjatë në memorien e tyre dhe në zemrat e ndjekësve.